Trotuaret e qytetit dukeshin edhe më të ftohtë kur një nën, e shoqëruar nga 3 fëmijë, kaloi në heshtje lagjet që dukeshin të paarritshme. Para derës së një restoranti luksos, ajo dëgjoi fjalinë që ja grisi kraharorin: "Mami, jam i uritur." Edhe pse nuk e dinte çfarë e priste, ajo hyri e vendosur, pa kërkuar lëmosh, vetëm dinitet. Gjesti I një të panjohuri do të ndryshonte jo vetëm drejtimin e asaj mëngjesi, por gjithë një jetë të shënuar nga lufta dhe dashuria e padukshme. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, duke vazhduar. Mëngjesira I rënd mbi Tiranë. Qielli I ngarkuar premton të shi, por lagështia tashmë e bënte ajrin të dendur, ngjitës, në atë mënyrë që dukej se thithte gjithë energjinë e atyre që ecnin nëpër rrugët e qendrës. Marina mbante duart e vogla të 3 fëmijëve të saj me forcën e dikujt që nuk mund të linte t'i shpëtonte asgjë tjetër në jetë. Në anën e majt, arbëri lëkumte krahët, kureshtar për çdo vitrinë, çdo lëvizje, çdo borë që jehonte mes ndërtesave të vjetra. Në anën e djathtë, binjaket Jona dhe Alisa ecnin bashk, por me hapa krejtësisht të ndryshëm. Jona shikonte përpara me një vendosmëri të çuditshme për 5 vitet e saj, ndërsa Alisa mbante syt ngulur në tokë, sikur të donte të bëhej e padukshme. Marina ndjente stomakun t'i përvëlohej. Jo nga vapa, jo nga ecja që tashmë zgjaste gati 2 orë. Ajo që e konsumonte ishte zbrazëtia në sytë e fëmijëve kur ajo hapte frigoriferin bosh në mëngjes. Kishin kaluar 3 ditë që hanin vetëm bukë të ndenjur që ua jepte fqinja e katit të 4 kur I tepronte. 3 ditë që kur pronari I banesës së përbashkët trokiti në derë dhe kërkoi që të largoheshin deri në fund të javës. 3 ditë që kur Marina kuptoi se nuk kishte më ku të shkonte. Puna në fabrikën e qepjes kishte mbaruar kur kompania u mbyll pa paralajmërim. 15 vjet duke punuar në të njëjtën makinë, duke qepur xhepat e pantallonave që kur nuk do të mund t'i blinte, dhe nga një moment në tjetrin, asgjë. Pa paralajmërim, pa dëmshpërblim, pa kërkuar falje. Vetëm një dri në derë dhe një shënim, mbyllje e veprimtarisë. Marina provoi punë të vogla, pastrim, shpërndarje fletushkash, por me 3 fëmijë të vegjël, askush nuk donte ta punësonte. Kopshtet publike kishin listë pritjeje dhe t'i linte vetëm as që I shkonte ndërmend. Tani, ecte nëpër lagjen e bllokut, një botë që dukej si nga një planet tjetër. Rrugët e pastra, makinat e importuara, dyqanet me vitrina të ndriçuara ku një palë këpucë kushtonin më shumë se sa fitonte ajo në një muaj të tërë pune. Marina nuk ishte aty për të lypur lëmosh nëpër qoshe. Kishte një plan, ose diçka që I ngjante një plani. Kishte dëgjuar për një restorant të famshëm, Villa Costa, që I përkiste një familje me origjinë italiane që ishte pasuruar në Tiranë dekada më parë. Thoshin se pronari aktual ishte një njeri I ftohtë, që kthente gjithçka në para, por që kishte një pikë të dobët, restorantin e familjes. Marina nuk e dinte saktësisht se çfarë priste të gjente atje. Ndoshta një kuzhinë me ushqime të mbetura që mund t'i merrte. Ndoshta dikë që kishte nevojë për ndihmë për të larë enët, për të fshirë dyshemen, çfarëdo qoftë. Nuk mund të priste më. Fëmijët ishin të uritur dhe uria e një fëmije dhemb në shpirtin e një nëne në një mënyrë që asnjë dhimbje fizike nuk mund ta shpjegojë. Kur arriti përballë Vilës Costa, ndaloi. Ndërtesa ishte elegante, me fasadë xhami dhe druri, bimë të kuruara mirë në hyrje dhe një tabelë të artë që shkëlqente edhe nën qiellin e vrenjtur. Marina ndjeu këmbët t'i dridheshin. Ndoshta ishte çmenduri. Ndoshta do ta përzinin para se të hapte gojen. Por Jona e tërhoqi nga dora dhe I tha me zë të ulët: "Mami, jam e uritur." Dhe kjo mjaftoi. Ajo kaloi rrugën dhe shtyu derën e xhamit. Ajri I kondicionuar I ra drejt në fytyrë, duke I sjellë një lehtësim të çastit. Salla ishte bosh, ishte mesi I mëngjesit, mes kafes dhe drekës. Tavolina të rregulluara me mbulesa të bardha, gota vezulluese, një lambadar madhështor në qendër. Gjithçka aty bërtiste luks, sofistikim, distancë. Marina ndjeu se nuk I përkiste atij vendi. Fëmijët u shtrënguan pas këmbëve të saj. Një burr u shfaq nga thellësia. I gjatë, me flokë të errët të krehur prapa, kostum gri pa asnjë rrull, shprehje serioze. Ai ndaloi kur e pa, dhe Marina vuri re mënyrën se si ai vlerësoi veshjen e saj të vjetëruar, çantën e grisur që mbante, këmbët e enjtura të fëmijëve me sandale plastike. Ajo gati u dorëzua. Gati u kthye dhe doli me vrap.
por Arbëri i lëshoi dorën dhe bëri një hap përpara, duke parë gjithçka me atë kureshtje që nuk i vdiste, as nga uria. Burri zbriti 3 shkallët që ndanin sallën nga hyrja dhe qëndroi në vend, duke pritur. Marina gëlltiti pështymën dhe e detyroi zërin të dilte. Mirëdita. E di që nuk duhet të isha këtu, por duhet të flas me ju, zotëri. Emri im është Marina dhe këta janë fëmijët e mi, Arbëri, Jona dhe Alisa. Ne po kalojmë një moment shumë të vështirë dhe nuk kam ardhur të kërkoj para, ju lutem, më besoni. Vetëm doja të dija nëse mund të na jepnit një pjatë ushqim për fëmijët. Çfarëdo qoftë. Do t'ju paguaj kur të mundem, betohem. Zëri i saj doli më i fortë se sa priste, por u drodh në fund. Burri nuk u përgjigj menjëherë. Qëndroi duke e parë atë, pastaj fëmijët dhe Marina pa diçka të çuditshme të kalonte nëpër sytë e tij. Nuk ishte mëshirë. Ndoshta ishte hutim. Ose habi. Si quheni? Pyeti ai dhe zëri ishte i thellë, i kontrolluar. Marina. Marina Aliu. Unë jam Dante Costa. Ky restorant është i familjes sime. Ai kryqëzoi krahët, por gjesti nuk u duk armiqësor. The se nuk do para. Pse? Marina rudhi syt, pa kuptuar. Sepse nuk dua të mësohem të lyp. Vetëm kam nevojë që fëmijët e mi të hanë sot. Nesër ja dal unë vetë. Dante qëndroi në heshtje për një kohë tepër të gjatë. Pastaj bëri një gjest me kokë drejt një tavoline aty pranë. U luni. Marina hezitoi. Ai e përsëriti, tani me vendosmëri. U luni. Do t'ju sjell ushqim. Ajo nuk arrinte ta besonte. Mbajti dorën e fëmijëve dhe eci drejt tavolinës, duke ndjerë se ishte në një botë tjetër. Arbëri u ngjit në karrige dhe mbështeti bëryllat në tavolinë, i magjepsur nga llambadari. Jona qëndroi serioze, duke vëzhguar gjithçka me dyshim. Alisa u mblodh kruspull pranë Marinës, gati duke u zhdukur. Dante shkoi në kuzhinë dhe u kthye pak minuta më vonë me një tabaka. Bukë e ngrohtë franceze, gjalp, lëng portokalli, fruta të prera dhe një pjatë makarona me salcë domatesh shtëpiqe. Lëshonte një aromë parajse. Ai i vendosi të gjitha në tavolinë pa thënë asnjë fjalë. Fëmijët pan Marinën duke pritur leje. Ajo tundi kokën dhe ata ju sulën ushqimit me gryksinë e atyre që nuk kishin ngrënë siç duhet prej ditësh. Dante u largua, por nuk doli nga salla. Qëndroi i mbështetur në banak, duke vëzhguar. Marina hëngri ngadalë, duke u përpjekur të kontrollonte dëshirën për të glabëruar gjithçka. Kishte turp. Turp që ishte aty, turp për situatën, turp që kishte nevojë. Por ushqimi ishte i shijshëm dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ndjeu se ndoshta mund të merrte frym. Kur mbaruan, Dante u kthye te tavolina. Solli peceta të pastra dhe një gotë ujë për Marinën. Ajo mërmëriti një faleminderit që mezi doli. Çfarë ju ka ndodhur? Pyeti ai dhe këtë herë zëri kishte diçka ndryshe. Pothuajse butësi. Marina i tregoi. I tregoi për punën e humbur, dëbimin, mungesën e familjes, luftën e përditshme. Nuk hyri në detaje dramatike. Thjesht tha të vërtetën, të thjeshtë dhe të pastër. Dante dëgjoi pa e ndërprerë. Në fund, ai pshërtiu thellë dhe kaloi dorën nëpër fytyrë, sikur të ishte i lodhur. Unë nuk e bëj zakonisht këtë. Ai pa fëmijët. Por ju mund të qëndroni këtu sot. Ka një dhomë prapa, ku pushojnë punonjësit. Mund ta përdorni. Marina hapi sytë e habitur. Zoti Costa, nuk mund ta pranoj këtë. Keni bërë më shumë se sa duhet. Nuk po kërkoj leje. Po ofroj një vend që fëmijët e tu të mos rrinë rrugëve. Nesër flasim. Dhe ai doli, duke e lënë Marinën pa fjalë. Ditët në vijim ishin të çuditshme. Marina qëndroi në dhomën e pasme me fëmijët, duke ndihmuar ku të mundte. Pastronte tavolinat, lante enët, organizonte magazinën. Jo sepse Dante ja kërkoi, por sepse nuk mund të rinte duar kryq duke marrë ndihmë pa e kthyer. Ajo vëzhgonte lëvizjen e restorantit dhe kuptoi se diçka nuk shkonte. Kishte pak klient. Tavolinat mbeteshin bosh gjatë drekës, kohë kur duhet të ishin plot. Punonjësit ecnin të pamotivuar dhe ambienti, megjithse i bukur, duke i pa jetë. Një pasdite, ndërsa ndihmonte për të ruajtur përbërësit në depo, Marina dëgjoi një bisedë.
Dy kuzhinier flisnin me zë të ulët, por ajo kapi disa fjalë. Flisnin për borxhe, për një menaxher të paftë që shpërdoronte produkte, për një vlerësim negativ që kishte dalë në një faqe të famshme gastronomie. Thoshin se restoranti ishte në prag të mbylljes dhe se Dante nuk dinte më çfarë të bënte. Marina ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Ai burr që e ndihmoi kur kishte më shumë nevojë po përballej me betejën e tij. Dhe pa pritur, ajo e gjeti veten duke menduar për diçka që nuk guxonte ta konsideronte. A mund të ndihmonte? Ajo kishte punuar në kuzhina më parë. Asgjë të sofistikuar, vetëm vende të thjeshta, lokale lagjeje, kuzhina industriale shkollash. Por gjithmonë e kishte dashur gatimin. Gjyshja e saj, para se të ndëronte jetë, i kishte mësuar receta të vjetra, truke që transformonin përbërës të lirë në vakte të paharrueshme. Marina kur nuk pati mundësinë të bënte gjë tjetër veç ushqimit shtëpiak, por ëndërronte. Ëndërronte të krijonte pjata që i bënin njerëzit të buzëqeshnin, që ngronin më shumë se stomakun. Atë natë, pasi fëmijët fjetën, ajo e gjeti Danten në zyrën e tij. Ai ishte i rrethuar nga letra, me makinë llogaritse anash, shprehje e tensionuar. Ngriti syt kur ajo trokiti në derë. Keni nevojë për diçka? Pyeti ai. Marina mori frym thellë. A mund të flas me ju, zotëri? Dante bëri një gjest që ajo të hynte. Ajo qëndroi në këmbë, nervoze. Dëgjova pa dashje se restoranti ka probleme. E di që nuk është puna ime, por doja t'ju falenderoja për gjithçka që keni bërë dhe të pyesja nëse mund të ndihmoja në ndonjë mënyrë. Dante ngriti një vetull. Të ndihmosh si? Unë di të gatuaj. Jo në mënyrën e sofistikuar të këtu, por di të bëj ushqim që njerëzve u pëlqen. Ushqim që ngroh, që të kujton shtëpinë. Nëse më jepni një shans, mund të provoj të krijoj diçka ndryshe. Pa kërkuar asgjë. Vetëm për t'ju kthyer nderin. Dante e pa për një moment të gjatë. Nuk ke nevojë të kthesh asgjë. E di. Por dua. Dhe mendoj se mund të bëj një ndryshim. Ai ktheu syt te letrat. Marina mendoi se do ta refuzonte. Por pastaj Dante pshertiu dhe tha, nesër në mëngjes përgatit diçka. Çfarëdo qoftë. Nëse më pëlqen, flasim. Marina mezi fjeti atë natë. U ngrit para se të lindte dielli, hyri në kuzhinë dhe filloi të punonte. Përdori përbërës që ishin harruar në fund të depos, domate tepër të pjekura, borzilok që po vyshkej, djath që askush nuk e donte më. Bëri një salcë të thjeshtë, por plot erza dhe kujdes. Gatoi makarona të freskëta, skuqi hudhrën në vaj ulliri derisa parfumosi gjithë kuzhinën, e përfundoi me një prekje speci djegës dhe barishte. Nuk ishte e sofistikuar, por ishte e sinqertë. Ishte e vërtetë. Kur Dante arriti, ajo i shërbeu pjatën. Ai hëngri në heshtje, duke përtypur ngadalë, i menduar. Marina priti, duke mbajtur frymën. Pastaj ai vendosi pirunin në tavolinë dhe e pa. Ka shijen e fëmijërisë, tha ai, dhe kishte diçka të thyer në zërin e tij. Nuk mund ta shpjegoj, por më kujton kuzhinën e gjyshes sime. Ajo vdiq kur unë isha 10 vjeç. Marina ndjeu syt t'i digjinin. Kjo është afera. Ushqimi duhet të ketë shpirt. Dante qëndroi duke parë pjatën bosh. Pastaj ngriti syt dhe tha, ti fillon nesër. Dhe kështu Marina hyri zyrtarisht në kuzhinën e vilës Costa. Në fillim, punonisit e tjerë e trajtuan me dyshim. Disa me përbuzje. Një grua pa formim, pa përvojë në gastronominë e lartë, duke marrë përgjegjësi që shumë aty mendonin se duhet të ishin të tyre. Por Marinës nuk i bëhej vonë për shikimet. Ajo kishte një qëllim, të shpëtonte atë restorant që shpëtoi familjen e saj. Javët e para ishin intensive. Marina riformuloi menun duke krijuar pjata që përzienin teknikën me afeksionin. Ajo dëgjonte klientët, pyeste se çfarë u mungonte, testonte kombinime. Arbëri ndihmonte të organizonte pecetat dhe të rregullonte tavolinat me një saktësi që impresiononte. Jona i pushtonte klientët me buzëqeshje të gjera dhe komente qesharake. Alisa, më e turpshmja, qëndronte pranë Dantes dhe çuditërisht, atij dukej se i pëlqente shoqëria e heshtur e vajzës. Pak nga pak, restoranti filloi të ndryshonte. Ushqimi u bë më i arritshëm, më i vërtetë. Vlerësimet u përmirësuan. Klientët e vjetër u kthyen.
Klient të rinj u shfaqen, kureshtar për ndryshimet. Vila Costa po rilinte dhe të gjithë e dinin se ishte për shkak të Marinës. Por jo të gjithë ishin të lumtur. Besa, ndihmës kuzhinierja që punonte aty prej 8 vitesh, shihte gjithçka me sy. Urrejtjeje. Ajo gjithmonë kishte besuar se do të ishte shefja e ardhshme e kuzhinës. Kishte studiuar në shkolla me emër, kishte çmime, teknikë të përsosur. Dhe tani një e panjohur, pa diplom, pa emër, po i vifte vendin. Besa filloi të kurdiste plane. Sabotime të vogla. Përbërës që zhdukeshin, receta që ndryshoheshin, thashetheme të përhapura mes punonjësve se Marina po manipulonte Danten për të përfituar. Marina e ndjente tensionin, por përpiqej ta injoronte. Kishte gjëra më të rëndësishme për t'u shqetësuar. Fëmijët e saj. E ardhmja e pasigurt. Dhe, çuditërisht, burri i heshtur që e vëzhgonte nga larg me një shprehje që ajo nuk dinte ta deshifronte. Dante Costa ishte një enigmë. I ftohtë në biznes, i distancuar me njerëzit, por i butë me Alisën. Vajza filloi ta ndiqte nëpër restorant, duke i bërë pyetje që ai kur nuk dinte t'u përgjigjej. Pse qielli është blu? Pse njerëzit trishtohen? A ke frikë nga diçka? Dante përgjigjej me durim dhe Marina shihte tek ai një anë që ai e fshihte nga bota. Një natë, pasi restoranti u mbyll, Marina po pastronte kuzhinën kur u shfaq Dante. Ai qëndroi në derë duke vëzhguar. Ti e ke transformuar këtë vend, tha ai. Marina ndaloi e habitur. Vetëm i dhash atë që i nevojitej. Si e dije se çfarë ishte? Sepse çdo vend që duket i vdekur thjesht kërkon jetë. Dhe jeta vjen nga njerëzit që kujdesen. Dante eci drejt saj. Ti nuk je thjesht një kuzhiniere e mirë. Ti je e veçantë. Marina ndjeu zemrën t'i rrite fort. Nuk jam e veçantë. Vetëm bëj atë që di të bëj. Do të doja ta kisha mësuar këtë. Ai largoi shikimin. Mua më mësuan të ktheja gjithçka në numra. Fitim, humbje, kthim. Kur nuk më mësuan të ndjeja. Nuk është vonë për të mësuar. Dante e pa dhe në atë moment diçka ndryshoi. Kishte një lidhje të brisht, por reale. Marina e ndjeu dhe u trem. Nuk mund t'ja lejonte vetes këtë. Nuk mund të iluzionohej. Ajo ishte një grua e varfër me 3 fëmijë dhe ai ishte një milioner. Bota të ndryshme. Fate të ndryshme. Por zemra nuk kupton nga logjika. Dhe Marina kuptoi me frikë dhe magjepsje se po fillonte të ndjente diçka që ishte betuar se nuk do ta ndjente më kurrë pasi babai i fëmijëve ishte zhdukur, shpresën se nuk do të ishte më vetëm. Ndërkohë, Besa vëzhgonte gjithçka nga larg, duke ushqyer një zemërim që rritej çdo ditë. Dhe planifikonte goditjen finale që do të shkatëronte Marinën dhe do ta largonte përfundimisht atë ndërhyrëse nga rruga e saj. Javët në vijim sollën një rutinë që Marina kur nuk e kishte imagjinuar. Zgjoi herët, përgatiste fëmijët, zbriste në kuzhinën e vilës Costa dhe kalonte ditën duke krijuar, eksperimentuar, përsosur. Arbëri ishte bërë një ndihmës i vogël zyrtar i sallës, duke organizuar takëmet me një saktësi pothuajse obsesive. Jona i pushtonte klientët me spontanitetin e saj, duke treguar histori të sajuara që i bënin të gjithë të qeshnin. Alisa, nga ana tjetër, kishte gjetur te Dante një lloj strehe të heshtur. Ajo ulej në zyrën e tij, duke vizatuar ndërsa ai punonte, dhe ajo prani e vogël dhe e qetë dukej se qetësonte diçka të burri që jetonte gjithmonë i tensionuar. Restoranti lulëzonte. Rezervimet u shtuan, kritikat në faqet e gastronomisë ndryshuan ton, dhe madje edhe një influencues i famshëm digital bëri një postim duke lavdëruar pjatat e reja. Marina ndjente krenari, por edhe një peshë në rritje mbi supe. E dinte se gjithçka mund të shembej në çdo moment. Ajo ishte ende një ndërhyrëse në atë botë luksi, një grua pa diplom, pa mbiemër të rëndësishëm, pa asgjë përveç guximit të saj. Besa ndjente gjakun t'i vlonte sa herë që shihte Marinën të merrte lavdërime. Ndihmës kuzhinierja i kishte kushtuar vite të jetës atij restoranti, kishte studiuar teknika në libra të shtrenjtë, kishte bërë kurse me shefa të njohur dhe tani shihte një të panjohur të merrte gjithë meritën. Nuk ishte e drejtë. Nuk mund të ishte e drejtë. Dhe Besa vendosi se duhej të vepronte para se të ishte tepër vonë. Ajo filloi ngadalë. Ndryshime të vogla në recetat që Marina i linte të shënuara.
Pak më shumë krip këtu, më pak erza atje. Asgjë që të shkatëronte plotësisht pjatën, por mjaftueshëm që disa klientë të ankoheshin. Më pas, filloi të përhapte thashë theme mes punonjësve. Thoshte se Marina ishte e lidhur me Danten, se po përdorte fëmijët për të manipuluar shefin, se nuk ishte gjë tjetër veç se një përfituese. Disa e besuan. Të tjerë mbetën në dyshim. Tensioni në kuzhinë u rrit. Marina i vërente shikimet për shpëritjet që ndalonin kur ajo hynte në ambient. Përpiqej të injoronte, por i dhimbte. I dhimbte sepse e dinte që ata njerëz nuk e njihnin vërtet, nuk e dinin se çfarë kishte kaluar, sa net kishte fjetur e uritur që fëmijët të hanin. Por nuk mund t'ia lejonte vetes luksin të grindej. I duhej ajo punë, i duhej ai vën. Një pasdite, ndërsa përgatiste një risotto për darkë, Besa ju afrua. Ndihmës kuzhinierja kishte një shprehje të kalkuluar, një buzëqeshje që nuk i arrinte sy. Marina, duhet të flasim. Marina nuk ndaloi së përzjeri risotton. Mund të flasësh. Kam marrë ankesa për disa pjata. Klient që thonë se nuk është në standard. Mendoj se duhet t'i rishikojmë recetat. Marina më në fund e pa. Cilat pjata? Disa. Risottoja, për shembull. Është pa personalitet. Ndoshta ke nevojë për ndihmën e dikujt me më shumë përvojë. Marina e mbajti impulsin për t'u përgjigjur me ashpërsi. Do të bëj kujdes. Faleminderit. Besa nuk u largua. Qëndroi aty duke vëzhguar. Ti e di që Zoti Kosta po sillet mirë me ty vetëm nga mëshira, apo jo? Ai nuk do ta mbaj këtë për gjithmonë. Një ditë do ta kuptoj se i duhet dikush vërtet profesionist. Fjalët e goditën drejt e në shenjë. Marina ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi, por nuk e la të dukej. Vazhdoi të përzjente risotton me lëvizje të forta. Nëse Zoti Kosta nuk është i kënaqur me punën time, ai do të ma thot vetë. Besa bëri një buzëqeshje të ftohtë. Do ta shohim. Atë natë, Marina nuk mundi të flinte. Fjalët e Besës i jehonin në kokë. A ishte e vërtet? A e mbante Dante aty vetëm nga mëshira? Apo iluzionohej duke menduar se kishte ndonjë talent kur në të vërtet ishte thjesht një grua e varfër që tolerohej nga një burr i pasur? U ngrit nga shtrati i improvizuar në dhomën e pasme dhe shkoi në kuzhinë. Drita e hënës hynte nga dritaret duke krijuar hije të gjata në dyshemen vezulluese. Marina u ul në një stol dhe përqafoi gjunjët duke i lejuar vetes të ndjente frikën që ishte përpjekur ta largonte. Të gjeta këtu. Marina u trem. Dante ishte në derë, gjithashtu i paftë për të. Fjetur me sa dukej. Ai vishte rroba të zakonshme, pantallona jeans dhe bluzë, aq ndryshe nga kostumet pa asnjë rrullë që vishte gjatë ditës. Dukej më njerëzor kështu. Më fal, nuk doja të zgjoja askën. Nuk zgjove askën. As unë nuk mund të fle. Ai hyri dhe u mbështet në banar. Diçka po të shqetëson? Marina hezitoi. Pastaj vendosi të ishte e sinqertë. Ti mendon se unë bëj për këtë? Për të punuar këtu? Dante rudhi ballin. Pse po pyet? Sepse nuk kam formim, nuk kam studiuar në shkolla të shtrenjta, nuk i di të gjitha teknikat që din të tjerët. Ndoshta thjesht po pengoj. Kush ta tha këtë? Marina nuk u përgjigj, por Dante e kuptoi. Ai pshërtiu thellë dhe u afrua, duke u ulur në stolin pranë saj. Marina, ti e ke shpëtuar këtë restoran. Nuk ishte teknika që e bëri këtë. Ishte shpirti. Ishte aftësia për të krijuar diçka që njerëzit e ndjejnë, jo vetëm e shijojnë. Ti ke një dhunti që nuk mësohet në asnjë shkollë. Fjalët e tij ishin të sinqerta dhe Marina ndjeu syt t'i digjinin. Faleminderit. Nuk ke pse të falenderosh. Duhet të besosh. Ata qëndruan në heshtje për një moment. Pastaj Dante tha me zë të ulët, ti e ke ndryshuar këtë vend. Dhe më ke ndryshuar edhe mua. Marina e pa, e habitur. Si? Alisa më bëri një pyetje ditën tjetër. Më pyeti nëse isha i lumtur. Nuk dita t'i përgjigjesha. Kam kaluar gjithë jetën duke punuar, duke grumbulluar, duke ndërtuar, por kur nuk u ndala të mendoja nëse isha i lumtur. Dhe kuptova se nuk isha. Derisa erdhët ju. Zemra e Marinës rahu me shpejtësi.
Ajo donte të thoshte diçka, por nuk gjeti fjalë. Dante vazhdoi, kam humbur dikë të rëndësishëm shumë vite më parë. U betova se kur më nuk do të lejoja askën të hynte. Mendova se do të ishte më e lehtë të jetoja vetëm, pa lidhje, pa rreziqe. Por isha thjesht duke mbijetuar, jo duke jetuar. Dhe pastaj u shfaqe ti, me fëmijët e tu dhe guximin tënd, dhe më tregove se çfarë po humbisja. Marina ndjeu një lot t'i rëshiste. Dante, unë nuk mund të të ofroj asgjë. Jam thjesht një grua me 3 fëmijë, pa asgjë në xhep, pa të ardhme të sigurt. Ti po ofron diçka që asnjë para nuk e blen. Po më ofron shansin të jem sërish njeri. Ai i mbajti dorën dhe Marina ndjeu një ngrohtësi që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Ishte e frikshme dhe ngushëlluese në të njëjtën kohë. Por para se të mund të përgjigjej, Arbëri u shfaq në derë duke fërkuar sy. Mami, pash një ëndër të keqe. Momenti u prish. Marina u ngrit shpejt dhe shkoi te i biri, duke e marrë në krah edhe pse ai tashmë ishte shumë i madh për këtë. Dante vëzhgoi skenën me një shprehje të butë, pothuajse nostalgjike. Pastaj u përshëndet me zë të ulët dhe doli, duke e lënë Marinën me zemër të hutuar dhe plot shpresë. Ditët në vijim sollën një ndryshim delikat mes Marinës dhe Dantes. Ata flisnin më shumë, buzëqeshnin më shumë, dhe kishte një afërsi të re që nuk kalonte pa u vënë re nga punonjësit. Besa vëzhgonte gjithçka me urrëtie në rritje. Ajo duhej të vepronte shpejt. Ishte atëherë kur u shfaq një mundësi. Një investitor i fuqishëm, Roland Spahiu, kontaktoi Danten. Rolandi ishte i njohur në tregun e pasurive të paluajtshme, një njeri që transformonte vende të vjetra në ndërmarrje milionere. Ai ofroi një shumë absurde për të bler vilën Costa, për të shembur ndërtesën dhe për të ndërtuar një kompleks tregtar në vend të saj. Kushti ishte që Dante të pranonte menjëherë, të pushonte të gjithë punonjësit dhe të nënshkruante një kontratë ekskluziviteti që do ta pengonte të hapte një restorant tjetër në zonë për 10 vjet. Dante refuzoi menjëherë. Por Rolandi nuk u dorëzua. Filloi të bënte presion duke dërguar propozime gjithnjë e më joshse, duke treguar shifrat që Dante mund të fitonte. Thoshte se ai restorant ishte një spirancë, se po e mbante Danten të lidhur me një të kaluar që nuk do të kthehej, se ishte koha të ecë përpara. Presioni u arrit kur banka filloi të kërkonte borxhe të vjetra që familja kishte lënë. Dante zbuloi se baba i tij, para se të vdiste, kishte marrë hua të mëdha duke përdorur restorantin si garanci. Nëse nuk paguante brenda 3 muajve, banka do të ekzekutonte borxhin dhe do të merrte gjithçka. Propozimi i Rolandit filloi të dukej më pak absurd dhe më shumë si një shpëtim. Dante mbeti i dyzuar. Foli me avokat, rishikoi kontratat, humbi gjumin duke u përpjekur të gjente një zgjidhje. Marina e vuri re se ai ishte i largët, i shqetësuar, por nuk e dinte arsyen. Ajo donte të ndihmonte, por nuk dinte si. Ishte Besa ajo që ia solli informacionin Marinës, por në një mënyrë të shtrembëruar. Ajo e kërkoi Marinën në kuzhinë, kur askush tjetër nuk ishte afër. Duhet të dish diçka. Dante do ta shes restorantin. Tashmë po negocion me një investitor. Së shpejti, të gjithë ne do të jemi në rrugë. Përfshirë ty dhe fëmijët e tu. Marina ndjeu tokën të ikte nga këmbët. Çfarë? Është e vërtetë. Ai nuk ta ka thënë sepse nuk do që të shqetësohesh. Por e vërteta është se ai do ta pranoj propozimin dhe do t'i dërgoj të gjithë në shtëpi. A mendon vërtet se ai do të zgjidhte ty në vend të miliona eurove? Marina nuk donte të besonte, por fara e dyshimit u mboll. Ajo e kërkoi Danten atë pasdite dhe e pyeti drejt për drejt, a është e vërtet se po e shet restorantin? Dante u zbe. Kush ta tha këtë? Nuk ka rëndësi. A është e vërtet? Kam marrë një propozim. Por ende jam duke vendosur. Marina ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Dhe nëse pranon? Çfarë ndodh me të gjithë këtu? Me punonjësit? Me fëmijët? Dante kaloi dorën në përfytyr, i raskapitur. Nuk e di, Marina. Po përpiqem të gjej një zgjidhje, por borxhet janë shumë të mëdha. Nëse nuk e pranoj propozimin, banka do të marrë gjithçka gjithsesi. Të paktën duke e shitur, arrit të paguaj borxhet dhe të filloj nga e para. Po unë? Po ne? Pyetja doli para se Marina të mund ta mbante. Dante e pa, i habitur. Marina, nuk dua të humbas.
Por duhet të jem realist. Nëse nuk e zgjidh këtë, do të humbasim gjithçka. Marina ndjeu lotët t'i ngjiteshin. Kuptoj. Ti duhet të bësh atë që është më e mira për ty. Ajo doli para se ai të mund të përgjigjej. U kthye në dhomën e pasme, përqafoi fëmijët që luanin në dysheme dhe qau në heshtje. Kishte qenë idiote. Kishte besuar se mund t'i përkiste asaj bote, se mund të ndërtonte diçka me Danten. Por realiteti ishte i egër. Ajo ishte e zëvendësueshme. Gjithmonë kishte qenë. Besa, duke e ditur se kishte arritur të mbillte përçarjen, bëri hapin tjetër. Falsifikoi dokumente që tregonin se Marina po shpërdoronte përbërës të shtrenjtë për t'i shitur gjoja jashtë. Krijoi fatura false, ndryshoi regjistrat e magazinës dhe përgatiti gjithçka për të dukej reale. Pastaj i çoi provat drejt për drejt Dantes. Zoti Costa, duhet t'ju tregoj diçka shumë serioze. Ajo vendosi letrat mbi tryezën e tij. Zbulova se Marina po vjet përbërës. Këtu janë provat. Ajo po e përdor restorantin për të përfituar në kurrizin ton. Dante mori dokumentet, i pabesueshëm. Kjo nuk ka kuptim. Marina nuk do ta bënte këtë. Shifrat nuk gënjejnë. Shihini vetë. Përbërës të shtrenjtë zhduken dhe përkojnë me ditët kur ajo është vetëm në kuzhinë. As unë nuk doja ta besoja, por provat janë aty. Dante pa letrat, duke ndjerë zemërimin të rritej. Nëse kjo ishte e vërtet, Marina i kishte tradhtuar besimin në mënyrën më të keqe të mundshme. Por diçka brenda tij refuzonte të besonte. E thiri Marinën në zyrë atë mbrëmje. Kur Marina hyri dhe pa besën pranë Dantes, e dinte se diçka nuk shkonte. Dante ishte serioz, pothuajse i ftohtë. Ai i shtyu dokumentet drejt saj. A mund të ma shpjegosh këtë? Marina mori letrat dhe lexoi, gjithnjë e më e hutuar dhe e tmerruar. Kjo ishte gënjeshtër. Gjithçka gënjeshtër. Por dukej kaq reale, kaq e detajuar. Dante, kjo nuk është e vërtetë. Unë kur nuk kam vjedhur asgjë. Dikush e ka falsifikuar këtë. Besa pshertiu me një ton superioriteti. Marina, të lutem. Provat janë të gjitha aty. Të kapën. Të paktën ki dinjitetin ta pranosh. Marina e pa Danten, e dëshpëruar. Ti e beson këtë? Ti mendon vërtet se unë do të bëja një gjë të tillë pas gjithçkaje? Dante donte ta besonte. Por dokumentet dukeshin solide dhe ai ishte kaq i lodhur, kaq i raskapitur nga lufta kundër gjithçkaje, saqë një pjesë e tij e gjeti më të lehtë të besonte gënjeshtrën. Nuk e di më se çfarë të besoj, Marina. Fjalët ishin si një thikë. Marina ndjeu diçka të thyej brenda saj. Kuptova. Ajo vendosi letrat përsëri në tryezë. Unë dhe fëmijët e mi do të largohemi nesër në mëngjes. Nuk do të qëndroj aty ku nuk më besojnë. Marina, prit. Jo. E kam bërë këtë më parë. Jam akuzuar për gjëra që nuk i kam bërë, jam gjykuar pa pasur mundësi të mbrohem. Nuk do ta kaloj këtë përsëri. Sidomos jo nga dikush të cilit i besova. Ajo doli nga zyra para se lotët t'i binin. Besa fsheu buzëqeshjen e fitores. Dante mbeti vetëm, duke parë dokumentet, duke ndjerë një zbrazti të pamas. Atë natë, Marina bëri valigjet. Arbëri pyeti pse po largoheshin dhe ajo i tha se ishte koha të ecnin përpara. Jona qau, duke thënë se i pëlqente aty. Alisa qëndroi në heshtje, duke përqafuar një vizatim që kishte bërë për Danten. Marina u përpoq të ishte e fortë, por brenda ishte copë-copë. Herët në mëngjes, para se të lindte dielli, Marina doli me fëmijët nga dera e pasme. Nuk shikoi prapa. Nuk mundej. Po të shikonte, do të shembej. Eci nëpër rrugët ende të zbrasta të Tiranës, pa një destinacion të caktuar, vetëm duke ecur përpara sepse kjo ishte ajo që kishte bërë gjithmonë. Të mbietonte. Gjithmonë të mbietonte. Dante u zgjua dhe zbuloi se ajo ishte larguar. Ndiu një shtrëngim në gjoks që nuk e priste. Zbriti në kuzhinë dhe pa hapësirën bosh, pa energjinë e Marinës, pa të qeshurën e Jonës, pa praninë e heshtur të Alisës. Restoranti dukej përsëri i vdekur. Ishte atëherë kur filloi të dyshonte. Diçka në dokumente nuk kishte kuptim. Thiri një auditues të pavarur për të rishikuar gjithçka.
brenda 2 ditësh, e vërteta doli në drigë. Dokumentet ishin false. Nënshkrimet të falsifikuara. Faturat të sajuara. Dhe përgjegjësia për gjithçka ishte Besa. Dante ndjeu një tërbim që nuk e kishte ndjer kur më parë. U përball me Besën para të gjithë punonjësve. Ajo u përpoq të mohonte, por provat ishin të pakundërshtueshme. Ai e pushoi nga puna në çast së bashku me të gjithë ata që kishin ndihmuar në përhapjen e thashëthemeve. Restoranti mbeti në heshtje, por ishte një heshtje e rëndë, e turpit kolektiv. Dante doli me vrap. Duhej të gjente Marinën. Duhej t'i kërkonte falje, t'i shpjegonte, ta lutej të kthehej. Por nuk e dinte ku ishte. U sol vërdall nëpër qytet, kërkoi në strehimore, pyeti të njohurit. Asgjë. Marina ishte zhdukur, duke marrë me vete fëmijët dhe të vetmin shans për lumturi që Dante kishte gjetur prej vitesh. Marina gjeti streh në një qendër mbështetëse për familjet në situatë të vështirë, në zonën e kombinatit në Tiranë. Vendi ishte i thjeshtë, i pastër, i organizuar nga vullnetarë që bënin çmos për të ofruar dinjitet atyre që nuk kishin ku të shkonin. Ajo dhe fëmijët ndan një dhomë të vogël me 2 familje të tjera. Nuk ishte komode, por ishte e sigurt. Dhe në atë moment, siguria ishte gjithçka që Marina mund të kërkonte. Netët e para ishin më të vështira. Arbëri pyeste kur do të ktheheshin në restoran. Jona qante me zë të ullët, duke thënë se i mungonin klientët që e bënin të qeshte. Alisa, si gjithmonë, qëndronte në heshtje, por vizatonte në mënyrë kompulsive. Të gjitha vizatimet kishin të njëjtën figurë, një burr i gjatë me kostum, vetëm në një dhomë të madhe. Marina e dinte kush ishte dhe i dhimbte të shikonte ato letra. Ajo u përpoq të gjente punë. Doli herët në mëngjes, trokiti në dyert e restoranteve, lokaleve, furrave të bukës. La savë në të gjitha vendet e mundshme. Por përgjigja ishte gjithmonë e njëjtë, nuk kemi vende të lira për momentin, lër kontaktin tënd dhe do të të telefonojmë nëse del diçka. Marina e dinte se nuk do të telefononin. Pa referenca formale, pa vërtetim përvoje, ajo ishte vetëm një ndër mijëra që përpiqeshin të mbijetonin në një qytet që nuk falte. Natën, kur fëmijët më në fund flinin, Marina rinte zgjuar duke parë tavanin, duke menduar për gjithçka që kishte ndodhur. Pyeste veten nëse kishte qenë idiote që kishte besuar. Nëse kishte qenë naive që kishte besuar se mund t'i përkiste asaj bote. Por më shumë se gjithçka, i mungonte. I mungonte të gatuante, të krijonte, të shite njerëzit duke buzëqeshur kur provonin pjatat e saj. Dhe, megjithse nuk donte ta pranonte, i mungonte Dante. Mënyra se si ai e shikonte, butësia e fshehur pas qëndrimit serioz, bisedat e heshtura që kishin në orët e vona të natës në kuzhinë. Ndërkohë, Dante jetonte ferin e tij. Restoranti vazhdonte të funksiononte, por pa shpirt. Ai punsoi një shef tjetër kuzhine, dik me një savë të përsosur dhe vite përvojë. Ushqimi ishte teknikisht perfekt, por i zbrazët. Klientët e vunë re. Rezervimet u paksuan përsëri. Vlerësimet në internet u kthyen sërish negative. Vila Costa po vdiste përsëri, por këtë herë Dante e dinte saktësisht arsyen. Ai nuk mund të ndalonte së menduari për Marinën. Për mënyrën se si kishte dyshuar tek ajo, se si kishte lejuar që gënjeshtrat të shkatëronin diçka të vërtetë. Kaloi net pa gjumë, duke rishikuar çdo moment, çdo bisedë, çdo shikim. Kuptoi tani se kishte pasur frikë. Frikë të dorëzohej, të ishte i cenueshëm, të rrezikonte zemrën. Dhe kur u shfaq justifikimi i parë për t'u tërhequr, ai e pranoi. Preferoi të besonte gënjeshtrën sesa të përballej me të vërtetën e ndjenjave të tij. Një pasdite, ndërsa Dante ishte në zyrë duke u përpjekur të kuptonte se si do ta shpëtonte restorantin nga borxhet që vetëm rriteshin, Alisa u shfaq në derë. Jo, nuk ishte Alisa. Ishte një burr rreth të 50-tave, një nga vullnetarët e qendrës mbështetëse ku ndodhej Marina. Ai kishte dëgjuar historinë dhe, i prekur, vendosi të kërkonte Danten. Zoti Costa? Emri im është John. Duhet të flas me ju për Marina Aliun. Dante u ngrit menjëherë. Ju e dini ku është ajo? E di. Ajo është në një qendër mbështetëse në zonën e kombinatit. Së bashku me fëmijët. Janë mirë, por po kalojnë vështirësi. Ajo nuk donte që unë të vija, por mendova se duhet ta dini. Dante ndjeu zemrën t'i rrite fort.
Më jepni adresën. Ju lutem. Gjoni hezitoi. Zotëri, ajo është e lënduar. Shumë e lënduar. Nuk e di nëse dëshiron t'ju shoh. Duhet t'i kërkoj falje. Duhet t'i shpjegoj. Ju lutem. Gjoni më në fund u dorëzua. I dha adresën dhe u largua, duke e lënë Danten me një përzierje shprese dhe frike. Ai mori makinën dhe u nis drejt kombinatit, duke kaluar nëpër një Tiranë që dukej si një qytet tjetër. Rrugët bëheshin më të ngushta, shtëpitë më të thjeshta, lëvizja ndryshe. Dante kuptoi se sa shumë jetonte në një flusk, i mbrojtur nga bota reale që shumica e njerëzve përballonin çdo ditë. Kur arriti në qendrën mbështetëse, u prit nga një koordinatore që e pa me dyshim. Ai i shpjegoi kush ishte dhe pse ishte aty. Gruaja pshertiu dhe tha, ajo nuk dëshiron t'ju shoh. Jam përpjekur ta bind, por ajo është kokfort. Ju lutem, vetëm i thoni se jam këtu. Nëse ajo vërtet nuk dëshiron të flasë me mua, unë do të largohem dhe nuk do të kthehem më kurrë. Koordinatorja shkoi në dhomë dhe u kthye pak minuta më vonë. Ajo tha se keni 5 minuta. Dante hyri në ndërtesë, u ngjit shkallëve të vjetruara dhe ndaloi para derës së dhomës. Mori frym thellë dhe trokiti. Marina hapi derën. Ajo ishte ndryshe. Më e dobët, me rrath të zinj poshtë syve, flokët të lidhur kuturu. Por ishte ende gruaja më e bukur që Dante kishte parë ndonjëherë. Çfarë dëshiron? Zëri i saj ishte i ftohtë, i largët. Të kërkoj falje. Të shpjegoj. Të lutem, nëse është e nevojshme. Marina kryqëzoi krahët. Ke 4 minuta. Dante foli shpejt, pa filtra, pa krenari. I tregoi për hetimin, për zbulimin e mashtrimit, për mënyrën se si e kishte pushuar besën dhe të gjithë të përfshirët. I tregoi se si restoranti po vdiste patë, se si ai po vdiste patë. Pranoi se kishte pasur frikë, se kishte dyshuar kur duhej të kishte besuar, se kishte gabuar në një mënyrë që ndoshta nuk kishte ndrejtje. Marina dëgjoi gjithçka në heshtje. Kur ai mbaroi, ajo tha, ti më lëndove, Dante. Jo vetëm sepse besove ato gënjeshtra, por sepse tregove se nuk më besoje. Unë dhash gjithçka në atë vend. Talentin tim, kohën time, zemrën time. Dhe ti e hodhe tutje sikur të mos vlente asgjë. E di. Dhe nuk kam asnjë justifikim. Vetëm mund të kërkoj një shans për ta ndrequr. Ta ndreqësh si? Duke u kthyer në restorant? Duke bërë sikur asgjë nuk ka ndodhur? Jo. Nuk dua që të kthehesh nga detyrimi. Dua që të kthehesh sepse beson se mund të ndërtojmë diçka së bashku. Jo vetëm në restorant, por në jetë. Sepse unë të dua, Marina. Të dua ty, i dua fëmijët e tu, e dua mënyrën se si ju transformuat jetën time. Dhe e di që nuk e meritoj, por po kërkoj një shans. Marina ndjeu sytë t'i digjinin. Dante, nuk mund t'i rrezikoj fëmijët e mi përsëri. Ata u lidhen me ty, me vendin, me rutinën. Dhe kur gjithçka u shemb, ata vuajtën. Jona ende qanë natën. Alisa nuk flet me askën. Arbëri më pyet çdo ditë kur do të kthehemi. Nuk mund t'i vë përsëri në këtë situatë. Atëherë më lër të ta provoj. Më lër të tregoj se këtë herë është ndryshe. Më lër të jem burri që ju meritoni. Marina donte të besonte. Donte aq shumë të besonte. Por frika ishte shumë e madhe. Para se të mund të përgjigjej, Arbëri u shfaq në derë. Kur pa Danten, sytë e djalit u ndriçuan. Dante. Erdhe të na marrësh. Dante u ul në gjunjë për të qenë në lartësinë e djalit. Erdha të kërkoj falje. Ty, motrave të tua, nënës tënde. Unë e prisha gjithçka dhe dua ta ndreq. Jona u shfaq më pas, e ndjekur nga Alisa. Të 3 fëmijët e rrethuan Danten, duke e përqafuar me një forcë që e bëri të mbytej nga emocionet. Marina vëzhgonte skenën, duke ndjer zemrën e thyrë. Nuk mund ta mohonte se sa shumë e donin fëmijët e saj atë burr. Nuk mund ta mohonte se sa shumë e donte ajo vetë. Dante shikoi Marinën mbi kokat e fëmijëve. Të lutem. Marina mbylli sytë, duke luftuar me lotët. Pastaj tha, me zë të ulët, një shans. Vetëm një. Nëse e prish përsëri, nuk ka kthim. Dante u ngrit, ende me fëmijët të kapur pas tij.
Nuk do ta prish. Të premtoj. Ata u kthyen së bashku në vilën Costa. Restoranti ishte bosh kur arritën, por pak nga pak filloi të mbushej përsëri. Marina u kthye në kuzhinë dhe ishte sikur të mos ishte larguar kurrë. Duart e saj njihnin çdo tenxhere, çdo erëz, çdo lëvizje. Ushqimi u kthye të kishte shpirt dhe klientët e ndjenin ndryshimin. Lajmi se Marina ishte kthyer u përhap shpejt. Klientët e vjetër u kthyen, të rinj u shfaqën, kurioztar për historinë që qarkullonte gojë më gojë. Një gazetare e një faqeje të famshme gastronomie kërkoi të bënte një reportazh. Marina hezitoi, por Dante e bindi. Intervista ishte emocionuese, e sinqertë, e pastër. Marina tregoi historinë e saj pa turp, foli për varfërinë, për fëmijët, për mënyrën se si ushqimi e shpëtoi. Reportazhi u bë viral. Brenda një jave, Villa Costa kishte rezervime për 2 muajt e ardhshëm. Por jo gjithçka ishte zgjidhur. Dante ende përballej me borxhet që babai i tij kishte lënë. Banka i dha një afat përfundimtar, të paguante gjithçka brenda 30 ditësh ose do të ekzekutonin hipotekën. Roland Spahiu, investitori, u kthye në sulm me një propozim edhe më të madh. Dante ishte në kurth. Marina e vuri re se ai ishte përsëri i largët, i shqetësuar. Një natë, pasi restoranti u mbyll, ajo e konfrontoi. Çfarë po ndodh? Dante u përpoq të shmangej, por Marina këmbënguli. Ai më në fund i tregoi për borxhet, për afatin, për presionin. Marina dëgjoi gjithçka dhe pastaj tha, e zgjidhim këtë së bashku. Nuk është përgjegjësia jote. Po, është. Nëse do të ndërtojmë diçka së bashku, është përgjegjësia jonë. Ajo mendoi për një moment. Kemi një histori. Një histori të fortë. Le ta përdorim këtë. Si? Marina pati një ide të rrezikshme, por që mund të funksiononte. Le të bëjmë një event një darkë bamirësie, ku tregojmë historinë tonë dhe kërkojmë mbështetjen e komunitetit. Njerëzve u pëlqen të ndihmojnë kur lidhen emocionalisht. Le t'u japim atyre një shans. Dante dyshoi, por vendosi të besonte. Ata organizuan eventin brenda 2 javësh. Dërguan ftesa për klientët e vjetër, biznesmenët lokal, njerëzit që frekuentonin restorantin. Përgjigja ishte befasuese. Të gjithë konfirmuan praninë. Nëse do të ishit në vendin e Marinës, a do të kishit vënë gjithçka në një event të vetëm për të shpëtuar restorantin apo do të kishit bërë diçka tjetër? Na tregoni në komente. Në mbrëmjen e eventit, Villa Costa ishte transformuar. Tavolina të dekoruara me thjeshtësi dhe shije, qirim të ndezur, lule të freskëta. Marina përgatiti një menu speciale, pjata që tregonin historinë e saj. Çdo recet kishte një kuptim, një kujtim, një emocion. Dante mbajti një fjalim emocionues, duke treguar se si Marina dhe fëmijët kishin shpëtuar jo vetëm restorantin, por edhe atë vetë. Ai pranoi gabimet, foli për borxhet, kërkoi ndihmë. Përgjigja ishte përtej çdo pritshmërie. Biznesmen u zotuan të investonin. Klient u ofruan të bënin fushata promovuese. Një grup investitorësh më të vegjël u bashkuan për të krijuar një fond që mbuloi gjysmën e borxhit. Komuniteti u mobilizua në një mënyrë që Marina dhe Dante kur nuk e kishin imagjinuar të ishte e mundur. Por surpriza më e madhe erdhi nga ai që më pak e prisnin. Në fund të mbrëmjes, Roland Spahiu, investitori që donte të blinte restorantin, kërkoi fjalën. Të gjithë u tensionuan, duke menduar se do ta prishte momentin. Por në vend të kësaj, Rolandi tha, erdha këtu sot duke menduar se do të mbyllja një marrëveshje. Por pash diçka më të madhe. Pash një familje, një komunitet, një histori që vlen më shumë se çdo ndërtesë. Kështu që dua të bëj një propozim tjetër. Do të blej borxhin nga banka dhe do ta transformoj në një hua afatgjat, me interesa të ulta, në mënyrë që të keni kohë ta paguani pa presion. Villa Costa meriton të vazhdoj të ekzistoj. Salla shpërtheu në duar trokitje. Marina qau, Dante qau, madje edhe fëmijët që po shikonin të fshehur në kuzhinë, qanë. Restoranti ishte shpëtuar. Jo nga një mrekulli, por nga forca e historisë që kishin ndërtuar së bashku. Në javët në vijim, jeta filloi të stabilizohej. Restoranti lulëzonte, borxhet po paguheshin dhe Marina më në fund mund të merrte frym pa frikën e së nesërmes. Dante, nga ana tjetër, ishte ndryshe.
Më i lehtë, më i pranishëm, më njerëzor. Ai kalonte kohë me fëmijët, i mësonte Arbërit për administrimin, dëgjonte historitë e Jonës, vizatonte me Alisën. Dhe me Marinën, ndërtonte diçka që shkonte përtej romancës. Ishte partneritet, bashkëpunim, dashuri e vërtetë. Një natë, pas një shërbimi veçanërisht të ngarkuar, Dante e thiri Marinën në terracën e restorantit. Ai kishte përgatitur një tavolinë të vogël me qirinj dhe një shishe verë. Marina buzëqeshi, e prekur nga gjesti. Çfarë është kjo? Diçka që duhet ta kisha bërë shumë kohë më parë. Dante u ul në gjunjë dhe Marina ndjeu zemrën t'i ndalonte. Ai nxori një kuti nga xhepi dhe e hapi, duke zbuluar një unas të thjeshtë, por të bukur. Marina, ti u shfaqe në jetën time kur isha i humbur. E transformove këtë restorant, më transformove mua, tregove se ekziston diçka më e madhe se paratë dhe suksesi. Më mësove të dua, të besoj, të jem i cenueshëm. Dhe dua të kaloj pjesën tjetër të jetës duke të falënderuar për këtë. Martohu me mua? Më lejo të jem babai që Arbëri, Jona dhe Alisa meritojnë? Na lejo të ndërtojmë një familje të vërtetë? Marina nuk mundi të fliste. Vetëm tundi kokën, ndërsa lotët i rridhnin. Dante i vendosi unazën në gisht dhe e puthi, dhe në atë moment gjithçka mori kuptim. Të gjitha vështirësitë, të gjitha dhimbjet, të gjitha frikërat. Gjithçka kishte çuar aty në atë moment perfekt. Poshtë, në kuzhinë, të tre fëmijët përgjonin nga dritarja, duke qeshur me zë të ulët, të lumtur që shihnin nënën e tyre më në fund të buzëqeshte vërtet. Dhe Villa Costa, që gati kishte vdekur kaq shumë herë, shkëlqente në natën e Tiranës si një fener shprese, duke dëshmuar se edhe në historitë më të pabesueshme, dashuria dhe guximi mund të transformojnë gjithçka. Muajt që pasuan propozimin për martesë ishin të një lumturie që Marina kur nuk e kishte imagjinuar të ishte e mundur. Villa Costa nuk ishte më thjesht një restoran. Ishte bërë një simbol i rifillimit, i tejkalimit, i dashurisë. Njerëzit vinin jo vetëm për ushqimin e jashtëzakonshëm, por për historinë që njihnin. Donin të ishin pjesë e asaj narrative, të ndjenin se edhe ata mund të besonin në shanse të dyta. Marina ndante kohën e saj mes kuzhinës dhe përgatitjeve të dasmës. Ajo donte diçka të thjeshtë, por Dante këmbëngulte të bënte një festë që nderonte dashurinë e tyre. Arritën në një marrëveshje, do të ishte në vetë restorantin, me klientët më të vjetër, punonisit që kishin mbështetur udhëtimin dhe komunitetin që i përqafoi në momentet e vështira. Asnjë luks i tepruar, vetëm e vërtet dhe mirënjohje. Arbëri, Jona dhe Alisa ishin rrezatues. Arbëri e merrte shumë seriozisht rolin e djalit të ardhshëm të Dantes, duke ndihmuar në gjithçka që mundte, nga zgjedhja e luleve deri te provimi i pjatave të menus. Jona nuk pushonte së treguarit të gjithëve se nëna e saj do të martohej me një princ, edhe pse Marina e korrigjonte duke thënë se Dante nuk ishte as pak princ, por thjesht një burr që kishte mësuar të donte. Alisa, më e heshtura, kishte filluar të fliste më shumë. Ajo e quante Danten babi në bisedat me motrat, dhe kur ai e dëgjoi për herë të parë, ju desh të dilte nga dhoma për të fshehur lotët. Por jo gjithçka ishte perfekte. Dante ende mbante plag nga një e kaluar që rrallë e përmente. Marina e dinte se ai kishte humbur dikë të rëndësishëm vite më parë, por kur nuk e bëri presion për të ditur detaje. Mendonte se kur ai të ishte gati, do t'ja tregonte. Dhe një natë, ai më në fund ja tregoi. Ishin vetëm në terracën e restorantit, pas një dite të lodhshme. Qyteti vezullonte poshtë, indiferent ndaj dramave personale të secilit. Dante mbante një gotë verë duke parë horizontin. Unë kam qenë i martuar më parë, tha ai papritur. Marina nuk tregoi. Habi. E imagjinonte. Ajo quhej Laura. Unë njohëm në fakultet. Ajo ishte gjithçka që unë nuk isha, e lehtë, spontane, plot jetë. Më mësoi të qeshja, të shijoja momentet e vogla. U martuam të rinj, kundër vullnetit të familjes sime që mendonte se duhet të fokusohesha vetëm te biznesi. Për disa vite ishim të lumtur. Ai bëri një pauzë të gjatë. Marina priti. Laura donte të kishte fëmijë. Unë vazhdoja ta shtyja, duke thënë se nuk ishte koha e duhur, se duhej të konsolidoja karrierën së pari. Ajo priti me durim, por unë pash trishtimin të rritej tek ajo çdo vit që kalonte. Kur më në fund pranova, ishte tepër vonë. Ajo u sëmur. Ishte e shpejtë, agresive.
brenda 6 muajsh, ajo u largua. Marina i mbajti dorën. Më vjen shumë keq. Më e keqja nuk ishte humbja e saj. Ishte të dija se e kisha shpërdoruar kohën që kishim së bashku. U fokusova aq shumë te e ardhmja sa harrova të jetoja të tashmen. Dhe kur ajo u largua, u betova se kur më nuk do të lejoja askënd të hynte. Mendova se do të ishte më e lehtë të jetoja vetëm se sa të rrezikoja ta ndjeja përsëri atë dhimbje. Prandaj të mori kaq shumë kohë të më besoje. Po. Dhe gati të humba për shkak të kësaj. Kur ti u largove, kuptova se po përsërisja të njëjtin gabim. Po lejoja frikën të kontrollonte zgjedhjet e mia, por jo këtë herë. Këtë herë do të shijoj çdo sekond, çdo ditë, çdo moment që kemi së bashku. Sepse mësova se jeta nuk pret që ne të jemi gati. Jeta ndodh dhe ose e jetojmë vërtet ose e lëm të kaloj. Marina i puthi dorën. Ne do ta jetojmë. Së bashku. Dante buzëqeshi dhe ishte një buzëqeshje e vërtet, pa hije. Së bashku. Përgatitjet e dasmës përparonin, por u shfaqën sfida të papritura. Nëna e Dantes, zonja Francesca, e cila jetonte në Milano dhe rrallë e vizitonte Shqipërinë, njoftoi se do të vinte për ceremoninë. Dante u tensionua. Marrëdhënia e tyre ishte e komplikuar, e shënuar nga pritshmëri të paplotësuara dhe mosmarrëveshje të vjetra. Zonja Francesca kur nuk e kishte miratuar martesën e tij me Laurën, dhe Dante kishte frikë se do të refuzonte edhe Marinën. Kur zonja Francesca arriti, Marina kuptoi se nga vinte ftohtësia e Dantes. Gruaja ishte elegante, mendje madhe, me një shikim që dukej se vlerësonte dhe gjykonte gjithçka njëkohësisht. Ajo e përshëndeti Marinën me një mirësjellje të ftohtë dhe i shikoi fëmijët me një shprehje të padeshifrueshme. Pra, ti je gruaja që ka pushtuar djalin tim. Marina nuk u trem. Unë jam gruaja që e do atë. Dhe që ai më do. Zonja Francesca ngriti një vetull. Ti e di që Dante vjen nga një familje tradicionale me pritshmëri. Shpresoj të jesh e përgatitur për këtë. Unë jam e përgatitur të ndërtoj një familje të bazuar në dashuri dhe respekt. Nëse kjo i plotëson pritshmëritë tuaja, shkëlqyeshëm. Nëse jo, ne do të krijojmë traditat tona. Dante, që po vëzhgonte skenën me zemër në gojë, gati qeshi. Zonja Francesca qëndroi në heshtje për një moment, pastaj bëri një buzëqeshje të vogël, pothuajse të padukshme. Ke karakter. Kjo është mirë. Dantes i duhet dikush si ti. Në ditët në vijim, zonja Francesca i befasoi të gjithë. Ajo kalonte kohë me fëmijët, duke i mësuar fjalë në italisht arbërit, duke i krejur flokët jonës, duke vizatuar me Alisën. Dhe kur Marina e gjeti vetëm në kuzhinë, gruaja i tha, e gjykova Laurën në të kaluarën. Mendova se ajo nuk ishte mjaftueshëm e mirë për djalin tim. Dhe kam kaluar vitet e fundit duke mbajtur fajin që nuk i dhash një shans para se të ishte tepër vonë. Nuk do ta bëj të njëjtin gabim 2 herë. Ti je e mirë për të. Dhe këta fëmijë janë të bekuar që të kanë ty si nën. Marina ndjeu syt t'i digjinin. Faleminderit, zonja Francesca. Më quaj nona. Kështu duhet ta thërasin nipërit gjyshen. Dhe kështu, edhe një pjesë tjetër u vendos në mozaikun që ishte familja e re. Një javë para dasmës, restoranti mori një vizitë të papritur. Besa, ish ndihmës kuzhinierja që kishte sabotuar Marinën, u shfaq në derë. Punonisit u tensionuan, por Marina kërkoi që ta linin të hynte. Besa ishte ndryshe. Më e dobët, pa arrogancën e mëparshme. Ajo e pa Marinën me një përzierje turpi dhe pendimi. Nuk duhet të isha këtu. Nuk kam të drejtë pas asaj që bëra. Por duhej të kërkoja falje. Vërtet. Marina kryqëzoi krahët duke pritur. Isha ziliqare. Ziliqare për lirin tënde, kreativitetin tënd, mënyrën se si njerëzit të donin pa pasur nevojë të provoje asgjë. Kalova vite duke studiuar, duke u përpjekur, duke u munduar të isha perfekte, por kur nuk arrita atë që ti arrite thjesht duke qenë vetvetja. Dhe në vend që ta admiroja këtë, doja ta shkatëroja. Ishte e poshtër, mizore, dhe unë humba gjithçka për shkak të kësaj. Çfarë dëshiron, Besa? Vetëm doja të dije se më vjen shumë keq. Nuk pres falje. Vetëm duhej ta thoja. Marina mori frym thellë. Nuk do të gënjej dhe të them se ajo që bëre nuk më lëndoi.
Më lëndoj shumë. Ti gati shkatërove familjen time. Por të mbash inat nuk do të ndryshoj të kaluarën. Kështu që unë të falë. Jo për ty, por për veten time. Sepse nuk dua ta mbaj këtë peshë në ditën më të lumtur të jetës sime. Besa la lotët të binin. Faleminderit. Dhe urime për martesën. Ti meriton gjithë lumturinë e botës. Ajo u largua dhe Marina ndjeu një peshë t'i hiqej nga supet. Të falësh nuk do të thoshte të harroje, por do të thoshte të ecje përpara pa pranga. Dita e dasmës erdhi me diell, me një qiell të kaltër të rrallë në Tiranë. Villa Costa ishte transformuar. Lule kudo, tavolina të dekoruara me elegancë të thjeshtë, muzikë e butë në sfond. Të ftuarit filluan të arrinin, klient besnik, punonjës, fqinjë, njerëz që kishin ndjekur udhëtimin e Marinës dhe Dantes. Marina u bë gati në dhomën e pasme që një ditë kishte qenë streha e saj në momentet më të vështira. Kishte veshur një fustan të thjeshtë me dantel të bardhë, pa egzagjerime, thjesht delikat dhe i bukur. Jona dhe Alisa kishin veshur fustane roz dhe ishin përgjegjëse për të sjellë unazat. Arbëri, me një kostum të vogël, do të ishte shoqëruesi. Kur Marina zbriti në sallë, të gjithë u ngritën në këmbë. Dante e priste në altarin e improvizuar pranë dritareve të mëdha, me qytetin e Tiranës si dëshmitar. Ai kishte veshur një kostum blu të errët dhe kur pa Marinën, sytë e tij u mbushën me lodh. Marina eci vetëm nëpër korridor, sepse nuk kishte nevojë të dorëzohej nga askush. Ajo gjithmonë kishte qenë zonja e vetes dhe tani zgjidhte të ndante jetën e saj me dikë. Kur arriti pranë Dantes, ai I mbajti duar dhe I tha me zë të ulët, "Je shumë e bukur. Edhe ti." Ceremonia ishte emocionuese. Celebranti. Një mik I ngushtë I Dantes foli për udhëtimin e të dyve, për mënyrën se si dashuria e vërtet nuk është ajo që ndodh pa probleme, por ajo që u reziston problemeve dhe del më e fortë. Dante dhe Marina shkëmbyen betime që I kishin shkruar personalisht, fjalë të sinqerta që bën gjysmën e të ftuarve të qanin. Kur erdhi koha e unazave, Jona u pengua dhe gati rrëzoi jastëkun. Të gjithë qeshën dhe vajza bëri një buzëqeshje të turpshme që shkriju zemrat. Alisa ja dorëzoi unazën e Marinës Dantes me gjithë seriozitetin e botës dhe Arbëri, me krenari të stampuar në fytyrë, ja dorëzoi unazën e Dantes Marinës. Unë ju shpall burr e grua. Mund ta puthësh nusen. Dante e puthi Marinën në nduartrokitje dhe thirrje gëzimi. Fëmijët vrapuan për t'i përqafuar dhe aty, në atë moment, ata u bën zyrtarisht një familje. Festa ishte perfekte. Marina kishte përgatitur një menu që tregonte historinë e tyre përmes ushqimit. Çdo pjatë ishte një kujtim, një emocion, një moment I shënuar. Të ftuarit hëngrën, qeshën, kërcyen, festuan. Zonja Francesca bëri një dolli emocionuese, duke uruar lumturi çiftit dhe duke premtuar të vizitonte më shpesh për të ndjekur rritjen e nipërve. Në mes të festës, Roland Spahiu, investitori që kishte ndihmuar në shpëtimin e restorantit, I thiri Danten dhe Marinën për të folur privatisht. Kam një propozim për ju. Jo për blerje, mund të rrini të qetë. Ai buzëqeshi. Dua të investoj në zgjerim. Të hapim një shkollë gastronomie pikërisht këtu, ku Marina mund të mësoj njerëzve të tjerë që kanë talent por nuk kanë mundësi. Do të ishte një projekt social I qëndrueshëm dhe që do të ruante thelbin e asaj që keni ndërtuar. Marina dhe Dante u pan të habitur. Ishte më shumë se sa kishin ëndërruar. Një shans për të shumëfishuar shpresën, për të dhënë njerëzve të tjerë mundësinë që Marina pati. Ne pranojmë, tha Marina, me Danten që tundi kokën në miratim. Shkëlqyeshëm. Do të ndërtojmë diçka të bukur së bashku. Kur festa mbaroi dhe të ftuarit u larguan, Marina dhe Dante mbetën vetëm në sallë. Fëmijët flinin në dhomën e pasme, të raskapitur nga kaq shumë emocione. Ata ecën dorë për dore mes tavolinave bosh, duke vëzhguar mbetjet e festës. Ja dolëm, tha Dante me zë të ulët. Ja dolëm, përsëriti Marina. Dhe ky është vetëm fillimi. Ata u ngjitën në tarac, ku gjithçka kishte filluar. Qyteti flinte poshtë dhe Villa Costa shkëlqente në heshtje. Dante e përqafoi Marinën nga pas, duke mbështetur mjekrën në shpatullën e saj. E di se çfarë dua më shumë tek ti? Pyeti ai. Çfarë? Guximin tënd. Ti mund të ishe dorëzuar kaq shumë herë, por kur nuk u dorëzove.
I mësove fëmijët e tu të jenë të fortë, më mësove mua të jem njeri, e transformove këtë vend. Ti je personi më guximtar që njoh. Marina u kthye në krahët e tij. Dhe ti më mësove se është e mundur të rifillosh. Se e kaluara nuk e përcakton të ardhmen. Se dashuria është zgjedhje çdo ditë, edhe kur është e vështirë. Ata u puthën nën qiellin me yje të Tiranës, duke e ditur se përpara do të vinin më shumë sfida, më shumë betejë, më shumë momente të vështira. Por tani do t'i përballonin së bashku, si familje. Vitet në vijim sollën prosperitet. Villa Costa u bë një referencë në gastronomi, jo për sofistikimin e zbrazët, por për autenticitetin. Shkolla e gastronomisë që Marina themeloi formoi dhjetëra talente të rinj që, si ajo, kishin aftësi por nuk kishin mundësi. Restoranti u zgjerua, por ruajti thelbin. Ushqim me shpirt, ambient mikpritës, histori që ngronin po aq sa pjatat. Arbëri u rrit dhe u interesua për administrimin, duke punuar krah për krah me Danten. Jona zbuloi dashurinë për pastiqerin dhe krijonte ëmbëlsira që ishin vepra të vërteta arti. Alisa, më e turpshmja, zbuloi talentin për shërbimin ndaj klientit, duke krijuar lidhje të sinqerta me klientët që e adhuronin. Marina dhe Dante patën edhe një fëmijë tjetër, një djalë që e quajtën Lorenzo, për nder të babait të Dantes. Zonja Francesca vizitonte rregullisht dhe fëmijët e adhuronin. Familja u rrit, jo vetëm në numër, por në dashuri. Villa Costa nuk ishte më thjesht një restoran. Ishte një shtëpi. Një simbol se edhe kur gjithçka duket e humbur, kur uria të shtrëngon dhe dëshpërimi troket në derë, ekziston gjithmonë një shans për rifillim. Mjafton të kesh guximin të kërkosh ndihmë, të pranosh dashurinë, të besosh se meritojmë të jemi të lumtur. Dhe Marina, gruaja që një ditë ecte nëpër rrugët e Tiranës me 3 fëmijë të uritur dhe pa destinacion, tani ecte nëpër jetë me sigurinë se kishte gjetur vendin e saj. Jo sepse dikush ja dha, por sepse e ndërtoi me duart e veta, me zemrën e vet, me guximin e vet. Një pasdite të zakonshme, vite pas dasmës, një grua e re hyri në Vilën Costa. Ishte e shoqëruar nga 2 fëmijë të vegjël, shikonte përreth me një përzierje shprese dhe frike. Marina e njohu atë shikim. Ishte I njëjti që kishte ajo kur hyri aty për herë të parë. Gruaja u afrua, hezituese. Më falni, e di që nuk duhet të isha këtu, por kam nevojë për ndihmë. Fëmijët e mi janë të uritur dhe nuk kam ku të shkoj. Marina buzëqeshi, një buzëqeshje plot mirë kuptim. U luni. Do t'ju sjell diçka për të ngrënë. Ndërsa përgatiste një pjatë në kuzhinë, ndjeu Danten të afrohej nga pas. Ajo po kalon atë që kalove ti. E di. Dhe do ta ndihmojmë. Në të njëjtën mënyrë siç u ndihmova unë. Dante I puthi majën e kokës. Ke një zemër të madhe. Jo. Vetëm kuptoj se të gjithë meritojnë një shans. Dhe ndonjëherë një vakt I ngrohtë dhe pak mirësi janë gjithçka që I duhet dikujt për të filluar nga e para. Marina I shërbeu gruas dhe fëmijëve, bisedoi me të, I ofroi punë në kuzhinë nëse donte të mësonte. Dhe kështu, cikli I shpresës vazhdonte. Sepse Villa Costa ishte bërë më shumë se një biznes. Ishte një vend ku jetët transformoheshin, ku e pamundura bëhej e mundur, ku dashuria fitonte mbi të gjitha vështirësitë. Dhe Marina, kuzhinierja pa diplom që një ditë nuk kishte asgjë përveç guximit, tani kishte gjithçka. Një familje që e donte, një punë që e realizonte, një histori që frymëzonte. Kishte dëshmuar se nuk ka rëndësi nga vjen, nuk ka rëndësi sa herë rrëzohesh. Ajo që ka rëndësi është guximi për të ngritur, për të kërkuar ndihmë kur ke nevojë, për të besuar se ditë më të mira do të vinë. Sepse ato vijnë gjithmonë. Për ata që nuk dorëzohen. Për ata që vazhdojnë të ecin edhe kur këmbët dridhen dhe rruga duket e pamundur. Për ata që zgjedhin dashurinë në vend të frikës, shpresën në vend të dëshpërimit, jetën në vend të mbijetesës. Dhe kështu Marina Aliu Costa, gruaja që një ditë nuk kishte as ku të banonte, ndërtoi jo vetëm një shtëpi, por një trashëgimi dashurie, guximi dhe shansesh të dyta që do të vazhdonte të frymëzonte njerëzit për breza të tërë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Marinës dhe Dantes të ketë prekur zemrën tuaj. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim guximi, dashurie dhe rifillimi, klikoni butonin e pëlqimit, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor dhe tregojnë se kur nuk është vonë për të rifilluar.
Ju presim në episodin e ardhshëm.